Një tjetër skem mashtrimi e qytetarëve europian përmes call centrave ka goditur Tiranën si pjesë në fakt të bashkëpunimit të SPAK me agjensit ligjzbatuese të Francës, nga ku erdhi edhe informacioni për veprimtarinë kriminale. Aksioni vjen vetëm pak ditë pas zbërthimit të një skeme që zgjati në fakt dhe arrestoi edhe sekuestroi 50 milion euro qytetarëve europian. Një tjetër grup i dyshuar i mashtrimit të qytetarëve evropian përmes call centerave me bazë në Tiranë u godit këtë të mërkur, si pjesë e një operacioni në bashkëpunim të agjencive ligjzbatuese shqiptare dhe atyre franceze. Baza dyshohet se ishte vendosur pranë gjimnazit Sami Frashëri në kryeqytet. Pjesë operacionit që zgjati disa orë ishin dhe agent të byros kombëtare të hetimit të mbështetur nga forcat e policisë së shtetit, të cilat u ushtruan kontrolle në disa ambiente të ndryshme. Pjesë operacionit u bë dhe agjencia e mbikëqyrjes policore, e cila shoqëroi një oficer policie që punonte pranë komisariatit numër 1 në Tiranë, të cilit ishte bërë dhe kontroll banese. Gjatë operacionit janë sekuestruar sende me vlerë për hetimin, përfshirë pajisje kompjuterike, telefonike, si dhe dokumente e shumë parash. Deri më tani informacionet janë mjaft të kufizuara, por burime shtojnë se janë lëshuar disa masa sigurie, kryesisht ndaj pronarëve të qendrave të thirrjeve. Mësohet se në lupën e policisë janë dhe disa ambiente të tjera, të cilat janë në proces verifikimi dhe ulëmtimi nga ana e autoriteteve policore. Operacioni vjen vetëm pak ditë pasi Prokuroria e Tiranës mbi bazën e informacioneve të ardhura nga Austria goditi një rrjet call centerash ku dyshohet se u mashtruan mijëra qytetarë evropian, duke u zhvatur mbi 50 milion euro. Gjatë kontrolleve në 3 ambiente u sekuestruan dhe 900.000 euro kesh, mbi 400 kompjuter dhe 200 aparate celular.